Detin me zonjën Aurora Dolbenberg. Përshëndetje nderuar. Si ju gjeta? Ne pak a shumë me Enes me si diskutim, me prekëm edhe pak këto elementet e shëndetit, kur bëhet fjallë për bletën dhe mjaltën pa tjetër që kontribuojnë në shëndetin tonë, por një çështje shqetësuese që po konsiderohet të ditëve të fundit është sa i përket vaksinimit të fëmijëve për fruthin, që njihet si sëmundje. Sipas jush, pse po ndodh hezitimi për të kryer ky proces? Është një ndër temat mund ta quajmë më delikate dhe më të nxehta që ka mjekësia në total, sidomos pediatria, pikërisht nga fakti që akoma në trojet shqiptolse ekzistojnë shumë mite nga ana e prindërve shqiptar ku bëhet fjalë se çfarë rrezikesh sjell vaksina përveç faktit që mbron ndaj sëmundjeve infektioze siç mund të ishte fruti, rubeola ose shytat, tash quhetëra MMR-ja. Pra, ne me anë të vaksinës e kemi të vërtetuar prej shumë dekadash që kjo vaksinë e ka mbrojtur njerëzimin, sidomos në moshën fëminore dhe më tutje nga këto sëmundje tepër infektioze, por në Shqipëri, Kosovë edhe në trojet e Maqedonisë, shumë shpesh në atë kulturën popullore mund ta quaj, ka lindur ai miti që në momentin që ne japim një vaksinë sidomos të fruthit fëmijës, shumë prej këtyre fëmijëve bëhen autista. Shumë prej këtyre fëmijëve zhvillojnë sëmundje të tjera, të cilat fëmia nuk i kishte para vaksinimit ose që nuk ishin të ditura, dhe kjo bën që frika në radhat e prindërve shqiptar, sidomos sepse ai evropian mund ta quajmë është më i vetëdijshëm që studimet tregojnë që nuk ka lidhje midis vaksinës dhe autizmit ose sëmundjeve të tjera, por prindi shqiptar akoma e ka këtë të mbartur mbase nga e kaluar këtë frikë ekzistenciale për fëmijën e tyre që momentin që ne shpojmë fëmijën dhe i japim një vaksinë, ai mund të sëmuret. Prandaj për mjekët pediatër që vaksinojnë rregullisht sipas protokolleve evropiane, mund ta quajmë, ka një vështirësi shumë të madhe ku prindi vaksina të detyrueshme sipas protokolleve i refuzojnë. Në fakt, ju vetëm në trojet shqipfolse ka rënje të vaksinimit kundër fruthit, duket se është edhe Rumania me mbi 90% e popullsisë sa ka qenë, ka rënë në 62%. Do të thotë, duket se edhe në Rumani, po ashtu në SBA dhe në Vietnam janë shembuj ku ka rënë numri i të vaksinuarve kundër fruthit. Kush ka kontribut, themi kështu, thelbësor të keq për këtë çështje? Për shumë e saktë, shifrat të zonja Katrina pikërisht për faktin që vaksinimi në total nuk është shumë i preferuar nga popullata. Kemi kaluar 3 vite pandemi pothuajse ku pjesa më e madhe prej nesh dhe u detyruan të vaksinoheshin, duke filluar që ne bluzat e bardha, qytetarët në Kosovë nuk u lejoheshin të dilnin dhe të vizitonin ambiente publike pa një vaksinë të vërtetuar në librezat e tyre. Pra, ky vaksinim i tepruar mund ta quajmë i detyruar në shumë raste, patjetër që çon në një stepim, në një frikë në total të popullatës që thuaj që tani duhet bërë kjo vaksinë, pra sidomos kur themi që është me detyrim, kjo i frikson prindërit edhe më tepër sepse i duket sikur dhe jashtë vullnetit të tyre mund të ndodhë diçka me fëmijën. Kështu që frika nga vaksina është mbar kombëtare, mund ta quajmë, dhe në Europë shohim një rënje në totale të interesit dhe gatishmërisë për të bërë vaksinën. Ju e përmendët Rumania, edhe vende të tjera të Ballkanit Perëndimor e tregojnë këtë. Ne për Shqipërinë dhe Kosovën nuk kemi shifra shumë konkrete, por dim të paktën nga shifra të përafërta për 2023-2024 që kemi një rënje me 10% në total. Pra në qoftë se para pandemisë patëm një tendencë normale për vaksinim deri në 95%, tani ka shkuar aty te 82%, pra është ulur në mënyrë të dykshme më shumë se sa 10%, duke bërë që një ndër 10 prindër shqiptar e refuzojnë kategorikisht vaksinën e fruthit. Dhe edhe Amerika, që është vend shumë herë më i përparuar se Kosova, për shembull, po ashtu ka skeptikët e tij. Edhe gjatë pandemisë patëm skeptikë, edhe Gjermania kishte 20% madje skeptika. Pra nuk është një fenomen shqiptar, absolutisht jo, është një fenomen që i prek shumë kombe, me të drejtë, sepse siç e dim shumë qytetarë, për shembull gjerman nga unë po ju flas, kanë hedhur në gjyqje
të gjitha këto firmat farmaceutike, sidomos AstraZeneca, nëse e sjellim në kujtesë që ka shkaktuar shumë shpesh tromboza dhe deri në vdekje në moshat e avancuara, edhe pse në një përqindje shumë të ulët, përsëri kjo bëri shumë bujë në të gjithë Europën që vaksina mund të jetë në raste të rralla edhe vdekje prurëse, kështu që të gjitha këto kanë mbetur në memorien e qytetarit dhe janë refuzues. Në rast se ndërpritet si proces vaksinimi kundër fruthit, si mund të luftohet kjo sëmundje? Në rast se shohim që prindërit hezitojnë që të vaksinojnë fëmijët kundër kësaj sëmundje, çfarë alternativa tjera do të ketë për trajtim dhe luftim ose parandalim të përhapjes së sëmundjes? Më pëlqen shumë pyetja, kushtim që thë si mund të luftohet. Faktikisht vaksina është vetmja luftë. Pra nuk ka alternativa të tjera përveç se ta kalosh infeksionin në mënyrë natyrale. Pra, në momentin që prindi thotë jo, fëmia im nuk duhet marr vaksinën e fruthit, atëherë ai e kalon fëmijën pas një lloj mbrojtëse, që do thotë në momentin e parë që fëmia shkon në shkollë, në kopësht ose në përçerdhje nëse janë akoma dhe më të vogël, vegjël dhe rreziku është akoma dhe më i lartë. Pra sa më i papjekur sistemi imunitar i fëmijës shumë të vogël, që nga foshnja e sapo lindur dhe në vazhdim, aq dhe më i lartë është rreziku që ai të infektohet qoftë nga familjarët e vet, qoftë në këto institucionet e arsimimit. Që do të thotë, në momentin që unë si prind, unë për fatin e mirë kam edhe 2 goca të vogla binjake dhe dua që të ecim me shembullin tim pozitiv personal, që unë para 2 muajsh i kam vaksinuar gocat, jo vetëm me MMR-n, pra me fruthin, ribeolën dhe shutat, por gjithashtu edhe me vaksinat të pneumokokëve, të hepatitit, pra që janë vaksinat të gjalla, siç është dhe MMR-ja, se nga këto e ka dhe populata më shumë frikën kur e di që nuk kemi të bëjmë me një vaksin të vdekur, por me vaksina ku viruset dhe bakteriet janë të dobësuara, gjë që rrit normalisht se pak ato efektet anësore, për shembull fëmia në ato ditët pas marrjes së vaksinës është pak më i lodhur, mund të ketë një alergji më shumë se sa një vaksinë e vdekur. Dhe unë me shembullin tim personal dua të them që nuk ka rëndësi jemi mjek, jemi profesionistë të fushës, sa informacion kemi dhe sa frikra kemi nga vaksinat, janë disa gjëra që ose do t'ja lësh që fëmia ta kaloj vetë dhe mund të vdesë nga infeksioni i fruthit dhe përqindja e mortalitetit nuk është e vogël, kur flasim që një 5% të fëmijëve mund të preki. Kështu që pra në 20 fëmijë vdesin 5 fëmijë. Mendoj që nuk është një përqindje 10 fëmijë, më fal. Pra nuk është një përqindje aq e vogël në këtë lloj forme. Po kjo sëmundje është ende aq e ashpër sa ka qenë para disa viteve, sepse e dim që para shumë vitesh fruthi është konsideruar një nga sëmundjet më të rrezikshme sa i përket fëmijëve. Mirë po, duke pas parasysh këtë hezitim për vaksinim, i bie që ka ndryshuar mendësia ose ka rënë rrezikshmëria nga ky virus? Të dyja nuk kanë ndryshuar, as mendësia nuk ka ndryshuar, popullatës, sidomos prindërve shqiptar nuk kanë ndryshuar të dukshëm, por edhe virusi nuk ka ndryshuar. Është i njëjti virus siç ka qenë vdekje prurës para shumë dekadash, vazhdon që të mbetet, sepse ky virus nuk ka shumë aftësi mutuese, siç e njohim shembull nga Covidi, ku çdo muaj shohim një variant të ri. Virusi i fruthit është agresiv, patjetër dhe shumë infekcios, pra që në momentin e infektimit fëmia pas 3 ditësh fillon që me shenjat e para, madje nëse është një foshnjë sapo lindur fillon brenda disa orëve mund të fillojë. Pra që në momentin që bie në kontakt me anë të përshtymës ose kontakt me anë të lëkurës me prindrit ose njerëz të infektuar në përkopshte, në ato moment fillon virusi të përhapet kaq shpejt në trupin e fëmijës, saqë shikojmë me siguri secili prej nesh e ka parë një herë në jetë një fëmijë që është mbusur me kokra të kuqe në të gjithë trupin. Vetëm mukozat e gojës, pra pjesa e brendshme e gojës është nuk ka kokra, këtu e dallojmë që është kemi të bëjmë mundësisht me fruthin, një temperaturë që shkon deri në 40 gradë, dhe ka shpejt në mund shkri pasaj me pneumoni. Po, Aurora, çfarë mund të bëjnë shtetet që të jenë fitimtare, karshi këtyre teorive konspirative që thonë që të mos miret vaksina? Pse do duhet të ishte ndikimi kaq i madh i konspiracionistëve karshi shkencës? Kjo është diçka e paevitshme. Ne si mjek dhe juve si media kemi një detyrë të përditshme që të japim këshillimin ton, pastaj është vullneti i lirë i prindërit
të vendos nëse doj që ta mbroj fëmijën e tij apo ta lër, mund ta quaj në mëshirën e fatit. Pra, nëse fëmia ka një sistem imunitar të mjaftueshëm të fortë që ta përballojë infeksionin pa komplikacione, atëherë ka fat. Por një 5% nuk mund të ketë gjithmonë fat dhe shumë prej tyre përfundojnë nëpër spitale dhe me medikacione që jo gjithmonë janë të suksesshme, ja dalin ose nuk ja dalin. Kjo është ecuria e sëmundjes. Dhe ato konspiracionistë zakonisht janë ata që nuk i kanë fëmijë të vegjël. Ata japin më shumë mend se sa po të kesh një fëmijë të vogël dhe duhet të marrësh këtë vendim sepse mendoj që çdo prind ja do të fëmijën fëmijës së vet dhe nuk do e rrezikonte për hir të një frike jo të bazuar. Kështu që do thoja që këto protokolle ndërkombëtare nuk janë bërë më kot dhe nuk janë vetëm një çështje personale, pra çfarë vendosim ne në nivel individual, por është një çështje e shëndetit publik, sepse e tham disa herë dhe e theksojmë, fruthi është një sëmundje shumë ngjitëse. Pra ky fëmijë i infektuar që vendos që të shkojë edhe në shkollë, sepse prindrit janë kundra vaksinës, por duan që fëmijën ta shkollojnë, ky është një burim i infekcioni për të gjithë klasën e tij ose grupin e tij, duke bërë që të nesme nga një fëmijë sëmur ti ke 30 fëmijë të sëmur, që ata nuk kanë faj sepse edhe pse mund ta kenë marrë vaksinës, ndodh shumë shpesh që imuniteti ndonjëherë është pak i dobësuar dhe fëmijët përsëri e kalojnë për në një formë të lehtë, pas në pasoja nuk shkojnë nëpër spitale, por gjithsesi mund të infektohen. Që do të thotë që jo më kot në vende si Gjermania që unë flas, disa më madhe vendeve evropiane i takojnë vaksinimeve të detyruara. Do të thotë, këto prindër që refuzojnë nuk kanë të drejtë të dërgojnë fëmijët e tyre në çerthe, në kopshte ose nëpër shkollë. Gjana Aurora, desha të pyes, a janë të rrezikuar vetëm fëmijët apo nga fruthi mund të preken edhe të rriturit? Edhe ti mund të prekesh Kaltrina nëse nuk e ke marrë vaksinën e fruthit. Pra në momentin që ti deri tani e ke në librez vetëm një dozë të vaksinës, do thotë që vetëm 50% ke mbrojtje. Nëse ke të dyja dozat, e ke për gjithë jetën mbrojtje. Nëse nuk ke asnjë dozë, atëherë në çdo moment të jetës ti mund të mbushesh me pita dhe unë, nëse nuk jam e vaksinuar, me pita në të gjithë trupin, dhe normalisht është një pamje jo e bukur dhe shumë alarmante, kështu që ja këshilloj çdo njeriu që se ka marrë këtë vaksinë që mos ta kaloj ato surprizën. Tek ne në Kosovë është e njohur edhe lija e ujit. Janë të njëjta këto? Janë të njëjtës familje? Po, lija e dhënëve. Nuk e di si e quani ju. Ne quajmë lija e ujit. Eksakt, të më thënë, kur flasim për fruthin, flasim për familjen e herpetoideve, pra linë në total që quhet, dhe është pikërisht quhet, në Gjermani ka një tjetër terminacion që quhet si lija e erës, për faktin e thjesht që vetëm e frymësi sikur e merr era ato viruset dhe e përhap në të gjithë ambientin përqartë. Ne quajmë linë e dhi sepse ne kemi takuar fillimisht edhe të dhënëve, se kemi takuar fillimisht e kafshët. Pra secili popull ka përshkrimin e vet të kësaj sëmundje që tregon që kjo është një sëmundje shumë e vjetër, është një sëmundje që prej dekadash ka shkaktuar vdekje dhe ka qenë një problem masiv i shteteve të ndryshme, sidomos vendeve në zhvillim siç jemi ne, Shqipëri dhe Kosovë. Prandaj dhe tek ne janë shumë e rëndësishme të zbatojmë protokollet ndërkombëtare që mos kemi incidenca që një shkollë mbyllet sepse një fëmijë ose dy fëmijë ishin të pavaksinuar dhe infektuar të gjithë të tjerët. Po, Aurora, faleminderit shumë për gjitha këto informacione që ndave me neve sot në Rreth e Rrotull. Ishte shumë kënaqësi, një ditë të mbarë, ju uroj. Gjithashtu. Ishim kështu në